Mirëmëngjes, dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ne jemi duke shkuar zemra ime, duke shkuar për të larë tapetin e madh, se është goxha i madh. Kam hapësirë jashtë për ta larë, po kur lahet kjo pjesa e verandës aty që është shtruar, se si lëshon një bojë, edhe poshtë e bën tapetin si me një ngjyrë që s'më pëlqen normalisht, edhe kështu që nuk dua që ta laj vetë në shtëpi, plus është shumë i madh, do shtator ktheje rrotulloje, edhe po shkojmë në një nga këto lavanderit që janë ekstra për këtë punë. Jam me Ivin edhe me Mikin, sepse dy të tjerët i kemi në riedukim. Shihemi më vonë, do ju tregoj si ishte, sa kushtonte, se dhe ne për herë të parë në fakt po e lajm kështu, sepse unë ose i hedh, ose të tjerët i kam larë në shtëpi, dhe siç ju tregova që bëjnë atë pjesën e pisë. Ta fusim tani te këta. Qa po thoje? Kemi ardhur në një restorant shumë sinqert. Është menuja. Menuja me fleta formati. Ndërkohë këto që bërtasin këtu. Administratës. Ndërkohë këto dyja që bërtasin këtu na shurdhuan. Kemi dy tezë këtu në rrok. Që na turllosën. Dy tezi që na turllosën. Hajde, afër osun. Mësoj të vesh i ponjën. Do t'i i ndyr bollak. Söyle me abla. Zotimi ku vjen në bustor, fletur. Si të duket ai, u ndyr bollaku. Na bëjnë mirë. Hajde, afër osun. Tani erdhëm ta thajmë se ishte larë perfekt. Kur kemi ardhur në fillim fare në Gjermani që nuk ishim lavatriçe, dhe sa të prisim që të vinte lavatriçe etj, i lanim tek këto. Edhe Ivi kur ka qenë vetëm këtu normalisht lanë dhe këto, po unë i urrej këto, nuk edhe më japin atë ndjesinë, sado janë të mëdha, shumë të mira, po më japin atë ndjesinë sikur, nuk e di, që për tapeta, për mua është super, domethënë e lau atë super dhe është i madh, dhe tani po e thajmë perfekt fare. Si ishte Abi? Abi, u knaqe Abi? Abi u bë kështu. I puti dhe një baklava në fund, Abi. 2 o. Morëm kalamiçat nga shkolla dhe nga kopshti, dhe tani po ikim tek Veza Park, sepse Kalvin sot është 1 qershori. Normalisht e Kalvin donte që të shkonim të hanim te KFC-ja, të hanë fëmijët, domethënë, edhe të blejnë edhe ndonjë lotër, edhe direkt pas asaj do të shkojmë në shtëpi, sepse sot kam mbledhje me prindër, domethënë unë personalisht, sepse çdo, siç u kanë treguar edhe herë tjetër me mësuesje, çdo prind e ka individuale me mësuesen, kështu që sot është radha jonë, sipas sa kemi përzgjedhur, edhe kështu. E ti shpirt ka bërë dy gjëra të bukura te kopshti. I'm so hungry. Yummy food. I never at the bed. Shpirti. Das habe ich nur gebaut für zu Hause. Shkoj Ivi të merrte kafe dhe shiko që më ka marrë mua. Përveç shllakut, pastaj ishte shumë e mirë. Sot donte një smoothie. Si kishte kjo jetë flamingo? Happy Flamingo. Mori një Happy Flamingo goqa. Se ka 1 qershorin sot, i falen gjitha. Ndërkohë unë vetëm një kafe, se në hëngrë maj shumë atje tek ai turku. Sa s'na ha deri nesër. Sa vot mbarova mbledhjen se isha te Kalvin tani. Siç e thash, ju uroj që telefoni mos të fike sa të mbarojnë së foluri. Po isha kështu sot gati 1 sekond. Madje më mbushën syt shpesh herë me lot, por nuk i zbraza, mundova me vete, mos qaj Klaudia, mos qaj Klaudia. Edhe të gjitha këto ishin lot për emocion, domethënë nga emocioni. Mësueset kishin bërë, që e bënin kështu shtetërore, kishin bërë një test për fëmijët, për leximin, shkrimin, të kuptuarin etj. Dhe në të gjitha ato, Kalvin kishte marrë pikët maksimale, dhe çfarë ato më thanë, ishte që të gjitha
ushtrime do me thënë i kishte bërë shumë shpejt nga koha që ishte, madje një ushtrim që ishte me të shkruar për një tempo të caktuar 4.5 ishte maksimali, ai kishte bërë 7.5 që për ato ishte shumë dhe më tha që ma kishin thënë dhe në klasë të parë, ma kishin thënë shpesh herë që Calvin ka një IQ lartë. Edhe unë si prind këtë e di sepse e shoh fëmijën tim çdo ditë, edhe por kur e dëgjon kështu nga mësueset që ta thonë në atë mënyrë ndihesh shumë krenar, dhe isha gati duke qarë, domethënë nga emocioni kur ato më thanë kështu. Edhe matematikës më thanë të njëjtën gjë, por më tha që shpesh herë shoh që mësimi i duket pak i mërzitshëm, edhe këtë mendoj dhe unë ndonjëherë sepse Calvin dëshiron të bëj ushtrime me shumë numra, me shumë gjëra, edhe ndonjëherë ato i duken përsëritse. Kështu që më thanë fjalë shumë të mira. Dëshiroja ta çoja nëpër kurse të mëtejshme, jo kurse të mëtejshme, po aktivitete të mëtejshme me fëmijë që kanë po të njëjtat interesa si Calvin, edhe që dëshirojnë të bëjnë gjëra pak më të mëdha. Sepse më tha që treni tjetër. Kështu, jam ndier shumë krenare, ma kishin thënë dhe herë të tjera, por sot ma përforcuan një tren shumë i madh me lokomotiva. Regioni. Po sot ma përforcuan, do me thënë, edhe më shumë. Edhe si thash, isha gati duke qarë, u emocionova shumë, sepse e kam thënë dhe një herë sa herë dal nga këto mbledhjet që për ne prindit krenaria më e madhe është fëmiu, sepse fëmia, sepse ne vetëm për ata po i bëjmë gjitha këto që bëjmë, çdo gjë që bëjmë, se kur bëhesh prind nuk është më fokusi tek ty, por është tek fëmia, dhe këtë besoj ma kuptojnë të gjithë prindit. Nëse kur nuk ke fëmijë, je ti fokusi, arritjet e tua personale etj, kur je me fëmijë, domethënë këto janë gjëra që të bëjnë të ndihesh krenar, jo se të bëjnë të ndihesh krenar gjëra që ti bën për veten tënde apo arritjet e tua, por që kur është tek fëmia është krenaria dyfisht. Kështu që po, ishte shumë mbledhje e bukur. Por më thanë edhe për këtë pjesën sociale që nuk ka qejf të punoj shumë në grup. Këtë e di sepse e shoh dhe në shtëpi, Calvin do t'i bëj gjitha vet, do t'i mbaroj vet, nuk do ndim nga askush, edhe kur punon në grup nuk i pëlqen shumë kjo gjë, sepse normalisht duhet të bëhet të pranoj dhe mendimin e shokut, dhe kjo ishte një nga aspektet që ne duhet ta ndryshojmë pak me Calvin. Është e vërtet sepse unë këtë shoh dhe në shtëpi, nuk do që t'ja bëj unë, as një njeri nuk do t'ja bëj, do t'i bëj vet. Këto si janë të grisura janë për të nxjerrë gishtat në rast se po pyesni. Por që kështu. U lumturova shumë dhe një herë, u ndjeva shumë mirë, edhe e vlerësuar për atë që ne bëjmë me Calvin që të dy si prindër. Edhe kështu tani do ikim në shtëpi. Ivi sot ka një udhëtim të rëndësishëm pune. Deri tani në fakt ka dhe pak kohë për të menduar, se po mendonte mos të ikte, por nuk është në Gjermani, është në Zvicër. Kështu që nuk e di, është shumë i rëndësishëm, po s'do ju them gjë tani, kismet më vonë. Thjesht po ja u them kështu si pak informacion lartë. Në shtëpi edhe kam për të mësuar dhe për vete, se kam edhe provimet, edhe më duhet të mësoj edhe për veten time, por që u mbusha me energji shumë të mirë nga ky takim. Mezi po pres vetë ta puth Calvin, edhe t'i them sa krenare jam për atë dhe për gjitha këto që ai bën, edhe për fëmijën që ai është. Die ersten 4 Monaten des Jahres, das waren 30 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist an sich ein Po iki me Oki Pokin të gjimnastika, ka Oki gjimnastik tani. Ne përpiqemi të çojmë fëmijët në shumë aktivitete, po nuk ja dalim gjithmonë sepse të duan kohë, ata janë 3, kanë orare të ndryshme, jo po shkolla, jo po puna ime, puna e Ivit, kopshtit, gjitha këto nuk na lejojnë që t'i kapim të gjitha, edhe ndonjëherë na duhet dhe t'i regjistrojmë, të rrim pak kohë, pastaj i heqim i të regjistrojmë. Për si thash për arsye të kohës, por po mundohemi që sa më shumë t'i angazhojmë fëmijët me aktivitete, madje duam të gjejmë dhe gjëra të tjera tani për momentin, ose interesa ku ata kanë më tepër interesa në fusha të ndryshme, kështu që mundohemi.
Që duke parë tani të gjitha ato videot e protestet që po bëhet në Shqipëri, edhe më po totalisht mishi kokër nga i gjithë ai emocion që më përcollën ato video. Realisht bravo ju qoftë të gjithë ju që jeni në Shqipëri, që jetoni aty edhe po bëni të gjithë këtë, nuk e di po ishte mbushur plot, ishin mbushur rrugët plot, dhe shumë gjë e bukur kur të paktën ne shqiptarët, ju që jeni aty, që jetoni aty, u bët bashk për këtë çështje kaq të rëndësishme dhe ishte shumë bukur të shihje të gjithë aty. Bravo ju qoftë edhe një herë të gjithë ju që nuk keni frikë të ngrini zarin edhe që të dilni aty në shesh para të gjithëve dhe të protestoni për këtë të drejtë që normalisht ne si qytetar të Shqipërisë, okay, ne jetojmë këtej edhe duket sikur mendoni ju, besoj unë, ju të Shqipërisë sigur nuk na intereson, por që realisht na intereson sepse në një të ardhmen nuk e dim se ku do t'jemi, ndoshta vim aty, ndoshta dhe fëmijët tanë vin aty. Kështu që normalisht ne e duam vendin tonë jo vetëm për pushime, po e duam të plotë dhe me të gjitha të mirat e saj dhe nuk duam kurse si të bëhet në këtë mënyrë apo të shitet apo të dhurohet apo të falet e tjerë. Kështu që bravo ju qoftë edhe një herë të gjithë ju që keni shkuar atje dhe keni ngritur zërin, realisht bravo dhe faleminderit që e keni bërë edhe për ne që nuk jemi aty, por që realisht me zemër do të dëshironim shumë të ishim aty. Shpirtin. Morgen. Këto që kam marrë nga IKEA për rrobat e dimrit janë realisht shpëtim, kanë material shumë të mirë, këto më pëlqejnë shumë, kanë dhe këtë pjesën që i tërheq edhe mbajnë shumë brenda. Kështu që ja super sugjeroj këto nëse doni të lini këto rrobat e dimrit ose nuk e di, shtresat që mbani, ndresat që mbani për njerëzit, për miqt janë super. Mua po merret fryma se sa i nxora dhe i futa, por që janë shumë të mira. Hapa këtë kutinë e kujtimeve tani se do fusja disa kujtime të reja dhe më kujtua një fakt interesant që edhe pse ne ja kemi blerë, domethënë gjithmonë ja kam blerë dhuratë fëmijëve këto bryzylykët, unë kur nuk ja kam vënë, se gjithmonë kam pas atë frikën o bobo, do vriten o bobo, do nuk e di, do ta hal me dhëmb ose do gulltisim në një pjesë poshtë, edhe kur nuk ja kam vënë, edhe në fakt kam bërë shumë gabim, por që duhet ja mbaj tani, për shembull këto ja ka blerë vllai im dhe ja ka blerë shumë të mirë, them të drejtën, që është shumë i bukur, por gjithmonë kam pas atë idenë se fëmijët do ta kupusin edhe më tepër fakti se mos mbyten, por është sa bukur. Ju keni idenë sa shumë që më pëlqen kjo komedina që kemi marrë atje te IKEA, shumë e bukur, shumë e bukur dhe shumë praktike, çfarë nuk fut brenda, sepse ka vend mjaftueshëm. Domethënë ja vlen shumë këto gjëra që i merrni tek këto me një mundësi të dy, domethënë të riciklueshme, dhe është fantastike. Më pëlqen ekstrem shumë dhe siç ju thash herën e kaluar kemi marrë për gjysmën e çmimit. Të dalim tani me grupin, jemi ditë tjetër grupi vogël, gjysmë e grupit, se tjerët i kemi në riedukim. Do ta themi çdo ditë këtë, Ivi po sheh koshat, që ti marrim brenda, edhe po do ikim të ham një mëngjes bashkë edhe pastaj të blejmë disa gjëra të rosa. Se erdhi dita, nesër ka Kalvin atë udhëtimin e tij të parë që do fleja ndaj një natë pa ne. Nuk e di kush e ka më vështirë apo Kalvin, por që po vendosim që do shkonte. Buthret Oktevien Miki. Miki, hajde zemër se nuk është e kita. Tevja kaj. Kështu që do marrim dhe ato gjërat e rosma që i duhet pas dhëmbësh e kështu gjëra që ti ketë të pahapura, se normalisht ka të vetat, pe ka të hapura. Kështu që do marrim të pahapura. Çe kërkon shpirt? Hajde. Si vrapon. Shpirt vrapon. Ku ishe? Kur ko e di ka Oktevia në drita ime. O Miki, o drita ime. Si e prazisit. Shpirti. Kësh vendi preferuar i Miki ti. Erdhe me Mikin tim të vogël të Rosman, se do marrim ato gjëra që u thash. Se Ivi kishte një telefonat për të bërë. Edhe do marrim ato, do të shohim për veten time ndonjë gjë interesante që mund më duhet.
Po marr një krem për vete, maska, kështu gjërash edhe krem për fëmijët. Kjo në fakt është qumësht, por që ta kenë tek kita. Vi këtu më pëlqejnë shumë këto filxhenj që kanë ta këtu. Edhe them të marr në një çash për tim. Miki ka marrë gjëra dhe më tha mo jetë specialen. Jetë specialen Miki? Here. Meine match. Që bëri me vogël. Sa të bukur që nga sa interesante, ke që nga shumë e bukur. Ta mbash për me vete, kështu si gotë që kam qefon, nice. Ju tregoj këto gjëra që mora të rosma me vrap, si gjithmonë shampo kolorin që përdor për vete, që është shumë e mirë dhe më mban shumë mirë flokët. Pastaj mora disa kremra të vegjël, disa për të cilëve janë qumësht, edhe të tjerat, këto kam marrë më tepër për Octavian, ndërsa këto për çunat. Miki është gjithkohës me mua, po Calvin ta ketë një me vete në shkollë. Octavia këto i ka për në kita. Këtë mora një herë se është kundër rërës, se keni parasysh që mos ngjitet rëra, edhe kur shkon një herë Calvin që luan tek tek parku këtu që ka rër. Pastaj mora këtë lapsin për ta provuar kot, më duket nga Essence, nuk e di. Nuk i kam shumë qejf gjërat e Essence, po thash, ok, po e marr se ishte një ngjyrë e bukur. Mora këtë shampon nga Hip, që më pëlqen shumë për fëmijët, e kam realisht shumë qejf se dhe flokun ja lë shumë të pastër. Pastaj mora mask këtu, mora edhe një tjetër mask të tillë, edhe ti bëjmë në njerë në dark. Pastaj mora këtë për të larë trupin për vete, sepse bëja të heqen me skrap të pjesës të zonës e krahut, që ta bëj sa më të butë për ta hidratuar pastaj me kremrat. Mora Calvi të furçin që ta ketë me vete kur të iki andej nesër. Pastaj mora këtë nga Mixa, nuk e di se i quani ju, për trupin tim, duke qenë se unë edhe këmbët i kam në njëherë më bëjmë kështu si me ato pikat e kuqe, edhe mora këtë sepse është shumë i mirë kë. Tani, mora këtë letrën e lagur për Calvin që ta marri nesër me vete, mora këtë ngjitsin kësht. Keni parasysh që në vend të përdorni këto gozhda, më se thash, përdorni vetëm këtë dhe kjo mban shumë. Kështu që janë super. Këto për të varur në një gjë në mur. Nuk kam në një plan konkret, fiks dhe Ivi tani e gjeti të gërmoj dezirtari i gjërave. Dollapi bukës. Po gjuat gjurma shivi. Morën këto lolit që ti kemë fëmijët në një herë. Morën dhe këtë ti kemi në një herë për mëgjes, për shpejt kështu, nuk e ti. Deri 3 vjeç thot kjo për Mikin dhe për Okin. Oki ka kaluar 3 po nesë. Mora gjallë për të bërë gi. Edhe pastaj letra të lagura nga Hip, mora dhe këto për të bërë muffin, sepse kam një palë tjera, po më pëlqen shumë se ishin të bardha pas një ngjyrë mezi fokusohet kjo. Më thënë këto ishin gjërat që mor, dhe pastaj thënë veç që të marri Calvi me vete, këtë përdori nga Elmex gjithmonë për fëmijët, është shumë e mirë, më pëlqen. Përgjithësi unë fëmijëve i përdor këtë nga Ladival, më pëlqen shumë, edhe është realisht shumë i mirë ky, por nuk gjeta dot version të vogël të këtij, nuk e di ka apo jo, ose ndoshta s'kisha unë kohë të shihja me vëmendje, por që ky është i preferuari im edhe zgjat shumë, domethënë, okay, është pak i kushtueshëm, por që zgjat shumë, nuk ka nevojë për të blerë shpesh herë. Domethënë gjithë vera shkon me këtë për një fëmijë. Ava që thë edhe këtë që i pleva Mikit këtë shishen, e ka një stesi Oki, vetëm Oki ka këtu me kështu ngjyrë Leila, ndërsa Mikit ja mora kështu, është shumë e bukur, i kam shumë qejf, këto janë shumë mira dhe lahen shumë shpejt. Të marri motrën e. Apa të marri motrën, o ki zemre, thot Miki. Pasi bëra një dush të mirë dhe u relaksova, tani do mbyll këtë valixhen e Kajit, i kemi bërë gati, në fakt të dy bashkë i kemi lënë në cep, madje unë i kam lënë tek cepi lart i dollapit dhe më duhet të shkoj t'i marr dhe tani do t'ju fus të gjitha këtu. Jam shumë emocionuar unë për nesër. Nein, du vergisst ja. Warte, nee, das war ein bisschen zu.
Bye! Unë dam tani, quna ati në vend tjetër, në vend tjetër. Cheers, Miki! Cheers, Pirdim! Vdek, zhavë. Wow, sa gjelëzeqme. Emocion me vete, nuk e di kur na martojnë fëmijët ne. Se po thoja jam më mirë tani. Imagjino kur na iki në shkollë, na martohen, edhe kështu gjërash, nuk e di se si do bëjmë ne pa këta fëmijë. Edhe ti kemi larg kështu jashtë kontrollit. Gjithsesi, mirëmëngjes. Sa çova Kalvin të shkolla tani me valixhen se kanë atë udhëtimin 1 ditor, siç ju thash. Edhe po, emocionale kështu ta jepje fëmijën vet aty. Tu mbrapa ka mokin, do i kita çoj okin te kita. Shpirtin tim të vogël. Edhe pastaj do iki në punë, se sot jam në punë. Mu mor fryma se ngrit atë valixhen edhe gjërat kështu. Shihemi më vonë, mezi po pres se si do kaloj Kalvin, jam e bindur që do kënaqet shumë, edhe pse është hera e parë për atë që largohet nga ne dhe flet diku tjetër, por do t'ja dalim të gjithë, se ne jemi mkej se ai. Unë i bëra pak flokët që nga dje kështu me këto me të ripin e rob de chambre dhe sot në mëngjes i dash një me pjastër të lehtë këtu sipër edhe pse çfarë është kjo e bardha. Edhe pse po bie si shi, sot të shkoj mirë fare, sot as nesër në fakt, po që çfarë me bëu kështu është koha këtu, njëherë kështu, njëherë ashtu. Edhe, domethënë se shkoja mirë, është kohë thjesht me shi, domethënë se jo është kohë e mirë se ne na është fiksuar kjo, s'është kohë e mirë sikur hajet, sikur vetëm dielli është i mirë. Jo, mami, s'e shikoj sa ftohtë që është. Lido tani oki? Ikim. Ose gjina unë të buzin më kalon do se ka parkuar njëri. Ai ngeci rrota, shumë keq. Te Alti që bleva disa gjëra shpejt edhe i mora edhe Octavias këta, se Octavia pëlqen shumë të pikturoj. Edhe thash po ja marr një se kjo që ta ketë veten të shtëpia. Është super domethënë. Super trafik rrugës, 3 minuta vonova. Sa erdha në shtëpi, edhe ishte një shi të merrshëm, rrëmbyeshëm, edhe gjatë gjithë autostradës ishte shumë i frikshëm. Fakt doja të ndaloja sepse u bë realisht shumë i frikshëm, por pushoj pastaj aq 2 minuta sa na të merroj, pastaj pushoj. Është koha ekstrem shi e vrentur, shihni pak këtu këtë ret. Shumë kohë e vrentur sot. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Unë jam duke ikur në punë tani. Octavia nuk e çova sot në kopër se sigur kishte një 2 puçura të vogla këtu te barku, që mund të jenë shumë normale se ajo luan me këto kremrat e plazhit, e ku diun pse thash, kremrat e diellit domethënë tek barku edhe mund të jenë bërë nga ato, por gjithsesi ne për siguri e lam në shtëpi sepse normalisht nuk duam që asnjë fëmijë të marr virozën e okit çat jetë, edhe sikur të jetë kot, domethënë pickim o shkonje. Kështu që duam sigurohemi dhe prandaj e lam në shtëpi. Kalvi shpirtin e kemi andej, nuk kemi folur fare dje sepse ato si duket nuk kanë dashur të na marrin dhe as te grupi i prindërve që unë pyeta, as ata nuk kishin folur asnjëri, domethënë as kush nga fëmijët nuk ishte kërkuar të fliste me prindrit apo të merrte prindrit telefon që të vinin t'i merrnin sepse nuk e përballonin dot etj. Kështu që po nuk e di se si na është duk, kemi parë gjithkohë vetëm telefonin, nuk ka as televizori s'po na ndizej, domethënë kishim gjithë ditën mendjen te Kalvin, gjithë mbasditën edhe gjithë darkën. Darka ishte pak më e vështirë, me thënë të drejtën, se dita hajt se jemi mësuar pak a shumë që deri në 1 është në shkollë, po pastaj pasditja darka ishte pak e vështirë. Do thoni ju nuk është fundi botës se një ditë ekskursion është, po kur nuk je mësuar, se është dhe kjo pjesa që nuk flet në telefon ose ku diun ta dëgjosh, se kur flet kështu iken ajo pak sikleti, thua shumë mirë etj, kurse ato nuk na lajmëruan më edhe ishte pak si e vështirë. Po gjithsesi sot në orën 1 zemra ime del, po unë nuk jam se jam në punë, po do shkoj ta marr Evi dhe madje i thashë ti do ta pudhësh para veje. Më bësha ka. Mikin e kemi në shtëpi me grupin, se normalisht kur shkoj Miki dhe unë bëra një kafe në shtëpi, se është më e mirë kjo e shtëpi se sa ajo e punës. Se i ka unë zvonojmë se jam në limite. Po, fiks tani filloj. Mi ma shpirt mirë. Shisa ki që ka ndalë këtë 2 shkronje tani, vura reun. Oja dhe soja pas ka ndalë bashkë, po nejse s'na intereson shumë. Mirë është që janë ashtu në fakt. Nejse, po kote mora këtë personalizimin.
E nisa nga fundi. Tani, ka marrë Oktevjes këtë për në plazh, është 100% silikon. Edhe ja kam bler sepse Oktevja ka shumë flok, edhe kur laget kudo qoftë në pishinë apo në det, do 7 orë t'i thaj ato flokët, kështu që unë i mora këto, që çdo ditë që shkojmë ne mos detyrohem që çdo ditë t'i laj dhe t'i thaj flokët në shtëpi, por t'i vendos këtë kapuçin, kështë shumë i mirë. Më pëlqeu edhe i thash që ishte 100% silikon dhe mund ta personalizoje. Mirë është mos ta personalizosh, se është me emër këtu, po hajt mo kot. Do këtë të tregoj të këto i morëm në Temu për fëmijët, fosforeshenti, gjithmonë fosforeshenti. Përse kesh kapuçi për okin. Jo, rose, ose sën e ka lënë bashkë. Thjesht do t'ja fuzë çik më mirë flokët se ja bëra kështu si shpejt e shpejt. Sot ne të dy festojmë 12 ditë bashkë, kemi porositur pak ushqim grek këtu, normalisht është darkë kjo dhe shumë. Edhe do shohim edhe fermën të dy bashkë edhe kaq një mbrëmje e qetë e bukur për ne, për dashurinë tonë. Çfarë festonim ne sot? 3 mandate bashkë. Festoj 3 mandate nash për mendje politike. Ne jemi PD-ja dhe pusojmë në një shtëpi, si do të bëjmë? Bëjmë shaka se ne jemi si ajo klisheja që nuk interesohemi për politikë, po vërtet nuk interesohemi. Po gjithsesi ç'pun kishim në politikë deri tani. Sepse kalova ne. E keqe domosdoshme. Ne të dy sot kemi 12 vjetori, edhe ne nuk na duket fare si 12. Ato po diskutonin me jepin, s'ki ka ikon. Po, shumë shpesh. Kur je Zi po presin 13 vjetorë. Sigur është ditë lindje. Tani do ham të darkën dhe do shihemi përsëri nesër. Nesër. Sot ka qenë një ditë shumë e gjatë, unë jam marrë gjithkohës me sistemime, se nesër kemi vizitorët e zemrës, na vinë ca njerëz dhe nesër, kështu që kalamajat janë këtu, bën dush, janë pastër, çdo lloj gjë është në vendin e vet, jo të gjitha le të themi, sepse fëmijët i kanë lëvizur, po nejse. Edhe nesër kemi vizitor, unë mezi po pres. Flamingo. Të lumt. Po panda, ku është panda? Ja. Hi, yummy. Po ha yami, po ha bambu. Habu. Bambu. Kjo është Luani, mami. Alani, Luani. Ili babi. Shpirti i babi. Atë qenë loj. Ka një loj çoni. Ku ishe ti thuaj babit? Ku ishte babi, Miki? Babi Iku. Iku babi po luante futboll. Që ball? Po, calcetto. Calcetto? Francesco. Po, voloj. Paloj. Paloj. Natë për natë na vjen ky Riçi te shtëpia. Shikoj e derdhi prapë Riçi. Se i leseqëm është. Po bëj një video të tregoj kajet. Po kërkon ushqim, qa haj Riçi? E këqaj. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, injoroni flokët e mi kështu si e tërbuar, po unë tani sa erdha dora ime është më mirë tani, shërua le të themi, thjesht po mbyllen këto plagët, nuk e di ende se çfarë ishte, por e bëra 1-2 herë me atë kremin jo më shumë, se më jepte si acarim, si bezdi, gjithkohë se më fërkoi nëpër trup, edhe unë si njeri siç thot ti që kam mizën në trup. Ki doroj do të këto gjëra gjithsesi. Unë kam marrë këtu te Aldi se dua të marr 1-2 gjëra të vogla, sot më vjen motra, edhe tek Aldi kam ardhur për të marrë kështu që i thon në një veshje të bukur, në një lodër të bukur për fëmijët. Dhe pastaj do i kite deka, do marr 1-2-3 ushqime të vogla që më duhen, që mungojnë në shtëpi, edhe kështu. Por që, po, sot në mëngjes jam ngritur normalisht, pastaj kur shkoj tek dhoma që të zgjoj fëmijët, të zgjoj ata ishin zgjuar, po thjesht të thoja ti kem poshtë të bëshin gati për shkollën e kopësht. Shoh që Oktevia e kishte bërë shkaravitur komplet. Kokën e krevatit të vet, që është kështu rob, edhe u mërzita shumë, me thënë të drejtën, ekstrem shumë, se e para e kam shumë qejf si krevat, e dyta
nga veprimi se ajo s'ka bërë kur ka qenë e vogël, kështu jo më tani. Nuk e di se çfarë i tha Truri, tha unë isha e mërzitur dhe prandaj e bëra. Nuk e kuptova pse ishte mërzitur dhe pse e bëri. Gjithsesi e bëri, tani është fakt, nuk kemi ç'a të bëjmë më, pa pakton se shumë vat. Edhe kështu, do më duhet të pastroj, edhe kam parë një metodë kështu me lugë të nxehtë, por që nuk funksiononte. Atë provova që mëngjes nuk funksiononte. Tani do provoj një metodë me sprayin e flokut, ai që llaku i flokut, edhe me talar, domethënë, do marr dhe atë bisellin, do ta nxjerr, do ta pastroj, Mendoj se kështu mund të jemi në rrugën e duhur. Kam shumë qejf në fakt për këto budalliqe që sjell gjithmonë, se ka shumë bukura dhe ka çmime shumë të mira. Ivi e urren se këtu kanë këtë, keni parasysh që duhet të vendosni atë Park Shine-in? Edhe kemi marrë një herë job mirë, unë njeri Ivi, unë për herë të parë një time ka marrë këtu jobin. Se unë e kisha vendos gjysëren përpara, pa dashja, nuk e di se kam lëvizur. Kështu që po. Edhe Ivi urren, kur i them unë merr në gjithë Aldi, thotë, "Më më shkoj te Lidl se sa të shkoj te Aldi." Një kështu, e një të gjatë. Mora te Aldi disa gjëra të bukura për gocat, kështu kostume, pijama, gjëra, shishe për djalin, kostum kështu gjumi për motrën. Mora 2-3 gjëra dhuratë, se nga që janë shkurt, edhe një lodër për nipin këtu. Që ca gjëra interesante, mora një si kjo për hudrën. Ja ca thikat i kemi kështu për njerëzit dhe këtë që më pëlqen shumë kjo për çdo lloj gjëje në përgjithësi. Çka kam marrë këtu? Këto janë nga këto letrat kështu. Kishin gjërat e tjera që mora te Edeka, por që mora të bëja akullore, mora ca patatina që ti kemi për sot në dark, që të shohim çfarë sot nesër është e marrë, të shohim përmën. Mora pak mish, mora avokado, kështu mango, të gjitha siç e shihni ju këto. Tani vura mikin me vrap në gjumë, edhe Ivi me fëmijët ikin që të marrin njerëzit, ndërsa unë do të përgatis darkën pas dite, nesër nga ora 6 janë këtu, kështu që le të themi do e quajmë dark. Edhe unë e kam vendosur normalisht se çfarë do të bëj, do t'ju tregoj dhe ju, do t'ju marr me vete, le të themi. Meqense miki ka zënë gjumi, do bëj një kafe që ta shijoj gjatë kohës se jam duke përgatitur darkën. Edhe normalisht ja tregoj dhe ju çfarë jam duke bërë. Deri tani kam bërë vetëm akullore. Kam bërë erdhi Amazona, erdhi postieri. Edhe nuk isha para asnjëherë atë, dhe ishte të fshehur kështu si te dera, edhe unë sa hapa derën tash, po shkoj aty kush ishte, edhe i sa nxori dorën, sa trambi. Edhe nejse, besoj se është korseja ime, kam porositur një korset lezetshme, që e kam parë, kështu në internet, që na del, edhe ju influenconi nga ne influencojmë nga ju, nga të tjerë, kështu që kam porositur këtë korse, nuk e di do jetë mirë apo jo, do ta provoj një herë. Unë tek pjesa e barkut ndihem mirë, mendoj se kam humbur mjaftueshëm kilogram dhe jam mirë, mos më shihni me këto gjëra të gjera. Por që e kam marrë këtë që ta kem gjatë ditës në shtëpi, ta provoj një herë se nuk e di, më duk shumë e bukur, shumë e këndshme. Edhe kam marrë extra smallin, se do më rri perfekt, dhe ja u tregoj në vazhdim, por nuk ishte ky qëllimi në fakt, u tregoja këtë. Unë do të bëj këtë tani, njohuni flokët e mi totalisht. Janë si, nuk e di si mund ta quaj unë këtë, si miell misri, si sultjash, nuk e di çfarë mund t'i them, por që është shumë i shijshëm, edhe ky përgatitet vetëm me qumësht, edhe qumshti duhet të jetë kështu, sapo hap val që bëhet shumë, e keni parasysh kur ngrihet, kur e vlon qumshtin, tek pjesa e vlinit do t'i hedhësh këtu dhe ta trazosh shumë fort për 1 minutë. Nga sipër e bëj me këtë zallakeshen këtu, që shumë e mirë kjo, e kam bler te Rosman duke të kam mirë këta, apo te Edeka, tek Joana, aty ku janë gjërat e Alnaturës, është shumë e mirë kjo. Pasi lë të ftohet pa kjo, i hedh këtë, çoj dhe një shtresë me biskota nga ato buta kekse, edhe nuk e keni idenë sa shishme bëhet, kështu që akullore këtë kemi dhe kam marrë ca donuca. Do hedh 2 herë nga 5 ml. Mirë që mora unë qumësh. Kam hedhur këtu mishin, kam përdorur në fakt të tiganin e madh,
sepse dua të bëja pak më shumë se si. Të recetën që ju kam treguar dhe ju me këtë çabatën, kështu do të jetë qumshti që duhet t'i hidhni këtë. Dhe tani thjesht do ta bëni kështu derisa të trashet. Nuk zë kjo. Uroj që mos ta lëviz shumë dorën, por që mjafton vetëm ta bëni kështu, edhe bëhet shumë e mirë. Gjithashtu kam ruajtur edhe këtë për ta bërë, që është fantastik, që të kenë shumë llojshmëri. Ndërkohë do të bëj edhe pak bërzolla viçi, dhe ky është mish viçi, se ju e dini që ne vetëm atë kemi qejf të viçit. Kam marrë edhe atë të disa bërzolla viçi, do të bëj edhe ca patate në air fryer dhe jemi okay. Një sallatë dhe jemi okay. Për i hedh biskot, nuk është se për e tregoj në një gjë wow, po me qënë se ju më thoni gjithmonë që na e tregoj ato kur i bën recetat, kur i bën dhe shalla kafe sime, edhe thash okej, dhe ja u tregoj. Tani, kjo na u trash mjaftueshëm, në fakt na u trash më shumë se ç'duhej kësaj radhe, zakonisht është pak me holl, po gjithsesi del shumë e mirë kështu. Hedhim këtë. Dhe shtroj edhe një shtresë me biskota unë, se kam parë në... Do të lëmë edhe pagës fare vend për... Kjo është e motrës, se avura syrin që tani jot. Do të lëmë edhe pagës vend për këtë të qershis, edhe pagës lëng, se kjo është goxha lëng. Por që besoj që u kuptua sa e mirë del, edhe sa shishme është. Dhe ta lëm këtë të ftohet, ta lëm në frigorifer dhe është super. Provoje në shtëpi se do kënaqe. Air fryer, si që bëj zakonisht, me maksimumi një luk vaj ulliri që të mos tahen, edhe bëhen super të shishme, dhe më thënë janë të preferuarat e mia. Por që... Difuz në air fryer, pasi të trazoj edhe pak. Ups. Njata pinjata. Tani kujtova që kisha si kjo, se me këtë e bëj unë del me shishme. Fusim edhe këtë tani, fusim bashkë 5 minuta, 20 minuta do ajo diku dhe me 220 si për lartë të poshtë. Tani fillojnë dhuratat. Kemi marrë po gonin tonë si gjithmonë, kur vinë njerëz me 9 vënd. 2000 leksha, jemi gjithë 2000 lekshat. Gëzuar. Me kafe. O nuk që e kuj? Shkje moj pjë. Shkje moj që. Mu shkojnë. Was für Wespen überhaupt? No. Hadi Portekiz'e alalım. Bravo! O dritë! Video! Po bëj video, mach video. Bravo, të lumt. Trotzdem mit Mama bei Supermarkt. Përshëndetje nga një tjetër ditë. Besoj filmimi i fundit që keni parë ju kanë qenë ato perlet e mrekullueshme që ju kam treguar unë, që janë realisht shumë të mira. Edhe siç ju kam thënë, besoj në video, ato janë me përmasa që i bëni ju, gjë më të mirë, domethënë nuk ka, sepse është shumë e vështirë këtu të gjesh me përmasat që do ti shtyr mbrapa mami që. Po ka vënë babi këtu e ka larm, Ivi makina ka bërë dritë dhe më ka blerë një 2 aromatizues. Shtyr mbrapa dashuri? Okay. Edhe siç po ju thoja, janë shumë të mira, edhe mund t'i zgjedhësh me përmasat që do ti, me centimetrat fikse siç i do ti, sepse është shumë e vështirë që të gjesh këtu siç thash, sepse gjithmonë janë ose fikse ose
nuk e di, por që janë shumë realisht shumë bukura play. Nejse, unë tani jam duke shkuar te Edeka, do të bëj pazar, do të marr disa gjëra që më duhen, duke qenë se nesër jam në punë dhe në shkollë dhe Darf pastaj. ich auch mir ein Spielzeug kaufen? Jo, nuk do blim lodra mami, po do shohim se çfarë do blesh në një gjë tjetër. Lidhe ripin, Aber ein kleines. ta shohim mamin. Edhe kështu që unë jam në punë nesër dhe në shkollë, pastaj jam në punë, kështu që duhet të ketë disa gjëra në shtëpi që të ke mundësinë dhe të gatuaj, të bëj që edhe Ivi mos të porosis jashtë ose mos mundohet fare të gatuaj në një gjë këtu. Se çfarë do të thoya diçka tjetër unë? Po, nuk ju mora më pasi iku motra nuk qëndroi shumë pak, sa aq kishte një udhëtim shumë të shkurtër, por do të vi prapë dhe mezi po e presim, se edhe do të vi prapë do të rri shumë gjatë. Kështu që mami lidhet pak zemra ime, po vesh pinguinin me gjata. Edhe ne u kënaqëm shumë, ata na sollën gjithë ato gjëra të bukura, na sollën shumë snack nga Shqipëria, siç e pat. Besoj ju kam treguar, jo nuk ja u tregova, po do t'ju lë një video të shkurtër çfarë nuk na sollën domethënë. Edhe pastaj na sollën dhurata, më kishte bler mami palë këpucë shumë bukura që do t'i përdor tek festa e diplomimit, edhe ato ishin shumë bukura. Edhe do ju lë një foto këtu, se më pëlqyen shumë. Ha dashuri. Kështu që po. Por si thash nuk mora shumë sepse ato ishin shumë shkurtë dhe unë doja që të shijoja këtë kohë. Tani ikim atje, marrim ato gjërat që na duhet edhe kthehemi përsëri në shtëpi. Ec para mami. Mirëmëngjes! Unë bëra gati tani për të shkuar në punë, sot shkëlqen dielli, japi motin si çdo mëngjes. Ka në shkollë, ka ikur ky telefon kështu poshtë. Bëra një kafe tani edhe do ikim. Nesër kemi festën e verës te puna, edhe kështu që do jem deri vonë nesër në punë, se siç ju thash. Por që po ikim tani me këtë kohë të bukur, shihemi pak më vonë. Erdha në shtëpi, tani futemi direkt në mësim online. Mirëmëngjes nga dita e fundit e vlogut, ju hapa për t'ju mbyllur. Unë tani po shkoj në punë, edhe nuk siç e pat sot mëngjes, bëra pak mëngjesin shpejt, kështu gjëra të shëndetshme dhe të mira për Ivin dhe fëmijët, duke qenë se sot do të jem në punë deri në orën 6 se kemi këtë Zoma Festi. Edhe për këtë arsye mendova thash po shkoj më vonë, sepse i bie të bëj gati një orë pauzë, edhe unë nuk dua të bëj kaq shumë pauzë, ndërkohë atë orën e shfrytëzoj në shtëpi dhe i thash shefit si do vi pak më vonë që në mënyrë të shmang të pauzën që është e detyruar. Kështu që po, edhe bëra këto të gjitha, bëra një dush tjetër, kam lënë flokët e mi biu. Këto janë flokët e mi natyral, biu. Janë edhe më të bukur, me thënë drejtën, po unë s'kam kohë që të merrem, thjesht tje nuk i kreja, nuk i bëra asgjë, thjesht i bëra pak kështu me duar. Edhe bëra këtë make-upin tim minimalist si çdo herë, ju kam pak si shtrëmbër, kështu, po nejse. Edhe tani do ta mbyll këtë video. Para se ta mbyllja këtë video, doja të përshëndesja Trimin, Duan, Vlerën dhe Stinën, që janë 4 fëmijë e një vajze që më ndjek këtu, e një mami, edhe jam shumë falendëruese që më ndjek edhe që kërkon gjithmonë përshëndetje nga unë. E vlerësoj shumë, edhe ju vlerësoj të gjithë ju që më ndiqni, që më komentoni gjithmonë, se e di që keni pafund gjëra për të bërë, siç kam dhënë pafund gjëra për të bërë, por ju prapë merrni kohën të më bëni një koment të bukur e të më thoni një fjalë të mirë motivuese që unë e vlerësoj nga zemra. Realisht e them nga zemra, sepse siç thash e di se sa të ngarkuar e kemi të gjithë jetën. Kështu që po ikim dhe unë në punë, fillimisht do mbush makinën me naftë, edhe pastaj do të shkoj te puna se s'kam të ndryshe më lënë në rrugë kjo. Edhe kështu, kalofshi një ditë të bukur, kujdesuni për veten, edhe ju kam shumë xhan. Paqim.